ai u vra pabesisht në orët e vona të mbrëmjes së djeshme nga një dorë zezë, nga një dorë ligë, e cila duke shtënë mbi Muhamedin e ka drejtuar armën kundër vetë shtetit tonë, kundër Republikës Kosovës, e cila për të bërë është derdhur shumë gjak i dëshmorëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, janë dhënë gjymtyrë të invalidëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, është dhënë gjithaj mundi veteranëve të ushtrisë sonë të lavdishme të shkrimtare të Kosovës, njëri nga të cilët ishte edhe vetë Muhamet Lika. Kur ishte thirrja më e rëndësishme e adheut tonë për liri, Muhamedi nuk kurseu asgjë, dhe si mira djem e vajza më të mira që i kishte kombi ynë, ju përgjigjen momentit më të rëndësishëm të adheut dhe i dolën Zot adheut tonë. 22 vite Muhamedi ishte në shërbim të policisë së Republikës të Kosovës, që është shtylla jonë kurrizore, shtylla kurrizore e sigurisë të qytetarëve, të popullit tonë. Dhe shkoi në mshim, duke u bashkuar edhe 23 kolegëve të tij, të rënë deri sot prej çlirimit të Kosovës, kolegëve të tij të rënë në detyrë, të rënë gjatë shërbimit, duke i shërbyer popullit tonë. Bëj thirrje që ky rast, ky atentat mbi shtetin e Kosovës të zbardhet sa më shpejt. Dhe kriminalët duhet me marrë përgjigjen më tashpër. Përgjigjen e merituar. E përgjigja e merituar është që ata të kapen sa më shpejt, gjykohen dhe ta marrin dënimin e merituar.